gjithçka gati, pas pak çastesh do t'ju njoh me formacionin e skuadrës së Apollonis. Jo pak me një akademisje Partizani që momentalisht stërvitet. Por shkëm të mundësi për skuadrën dhe goditja e pabesueshme, por topi shkon në rrjet. Kush mund ta besonte goli i 10 për skuadrën e Apollonis. Bllokun, stopin e duhur për ta mbyllur. Por shkojnë Buçka, provon goditja dhe shumë shpejt parazon Partizani. Shënon Ores Buçka. Minuta 15 dhe Partizani barazon rezultatin në këtë momente. Nuk ka zgjatur shumë festa e miqve. Një gol mjaft i bukur. Një krosim mjaft i bukur për Ores Buçkën që edhe një herë provon goditja ndërhyn në dy kohë dhe më pas vjen prej Bibaj. Qelemeni. Krosimi fort i mirë. Provon, grushton portieri, më pas Agalliu, largohet topi, kanë mbetur të dy lojtarë të shtrirë, por asgjë për dy të djemtë që ngrihen me shpejtësi. E më pas kjo ndërhyrje. Shullazi kërkon në fshatën dhe jashtë kuadratit. Këtë tentativ e Leandro Shullazit. Mundësia tashmë për Partizanin, që vjen me shumë forca topi drejt Shullazit, mundësia goditës e vjen goli! Shënon Leandro Shullazi. Shënon dhe golin personal në këtë sfidë, në këtë kampionat dhe të dyti për Partizanin këtë sfidë. 2-1 minuta 27. Gjithçka mjaft bukur nga asistimi në detaj. Këmbgul aty dhe numri 14 Bakalli, që arrin me saktësi pranë limiteve të zonës. Bakalli, lëvizje e bukur drejton zonës, bën gjithçka bukur, goditja më pas, mundësia për provuar Hasa. Duhet goditja tjetër dhe vjen goli. Shënon sërish Partizani, shënon këtë herë ai që meriton më shumë të gol gjatë këtyre minutave fal këmbgulës Noel Hasa. 3-1 Partizani. Gol që erdhi edhe fal këmbgulës madhe numrit 14 Bakallit. Vetëm disa sekonda më pas u përgjigja autori i këtij aksioni. Buçka, lëviz bukur, mundësia. Eston të parë, tashmë goditja shumë e fortë. Dhe goli, shënon Partizani, sërish është Buçka, 4-1. 4-1. Një gol mjaft i bukur. Ndërkohë që të gatshëm edhe një mundësi e mirë për Apollonin, goditja ndërhyn Hoxha edhe një herë, tentativa dytë shkon jashtë. Pasi numri 14 tashmë ka vënë fushën. Shikoni çfarë lëvizje bukur Shullazi, po si është i rregullt, mundësia për të goditur edhe për shënuar. Shënon Partizani 5-1. Sërish Leandro Shullazi, por çfarë bën Hasa me skuadrën e kuqe në këtë sezon. Por shkëm të goditje, ndërhyn saktë aty, i vendosur mirë portieri e Partizani dhe Apollonis. Grushton Hoxha. Grushton Ilir Hoxha, i cili e dërgon me saktësi tek Buçka. E potente kjo goditje, ndërhyn portieri i cili e ka dërguar në goditje këndi. Me njëhershme kjo goditje gjysmë lartësie. Në fushë kemi dhe Hotin, Partizanin. E kjo goditje që pa besuar për shkon në rrjet, që kërkon ta zgjidh vetë me këtë krosim të menjëhershëm e goditja e Markut. Numri 23 ka marrë vendin e Kades. Një mundësi e mirë për skuadrën e Apollonis. Goditja ndërhyn aty Sebastian Xhaja. Sponsorë edhe majt, por nuk ka më kohë mbyllë këtu takimi javës 16 me fitoren e skuadrës kuqe.